Në kazanin e Merobazës apo koshin e letrave të jashtëshitjes, këtë të mërkurë është shkruar sërish një detaj pse Ilir Beqaj është mbajtur në kutim prej xhami, ndërsa në seancën e së martës ka qenë jashtë saj, se kështu ka vendosur GKK. Tani Merobazës, këllirave mediatik, gjobaxhinëve, tharës së ndyrë të paguar nga paratë e korrupsionit të insenatorëve, dosjes 5D dhe ata që mbahen nga reklamat e vëllait të Erion Veliaj, do të duhet të sqarojmë 2 apo 3 herë jo për interes të tyre, por për të treguar se çfarë mbetjesh janë dhe për interes të lexuesve dhe opinionit publik. Vendimi i dhënë ishte që Ilir Beqaj për çështjen e sterilizimit do të dilte nga kutia e xhamit dhe do të qëndronte në krah të avokatit sepse masa e sigurisë për këtë çështje është detyrim e paraqitje. Pra janë dy çështje të ndryshme, njëra është sterilizimi dhe çështja tjetër është Saspaku. Për çështjen e dytë të fondeve Saspak me BN, Ilir Beqaj është në masën e sigurisë arrest me burg dhe për masën e sigurisë arrest me burg ai do të qëndrojë në kutinë e xhamit. Ndërsa për çështjen e parë është masë më të butë sigurie, do të rrinë në krah të avokatit. Kështu zhvillohen seancat në GKK. Këto janë standardet e vendosura nga ligjvënësi sepse ka ligje dhe kod penal. Nuk futesh dhe nuk del nga kutia sipas shefit sepse nuk komunikon mirë apo nuk dëgjohet zëri i mikrofonit. Çështja e dëgjimit të zërit të mikrofonit është hapet apo ngrihet volumi, asgjë më shumë se sa kaq. Kutia e xhamit është një masë sigurie për personat që janë nën arrest, kurse ata që janë në detyrim paraqitje shkojnë dhe ulen në krah të avokatit. Këtu mund të përmendim 10 raste të tjera që shkojnë për ditë në SPAK. Po sjellim të pandeurin Plaren Ndreca, i cili nuk futet në kutinë e xhamit por qëndron jashtë sepse nuk ka një masë të ashpër për sigurie, pra arrest. Kështu ndodh me Agim Ismailin. Janë persona që ndiqen në gjendje të lirë. Kështu ka ndodhur me 10 kryebashkiak apo me rastin e kryetarit të bashkisë së Rogozhinës, i cili u ndoq në gjendje të lirë, u dënua dhe më pas shkoi të vuante dënimin. Ka të tjerë që qëndrojnë në burg për shkak se rrezikojnë prishjen e provave, për shkak se mund të intimidojnë apo mund të shkatrojnë procesin gjyqësor. Rasti i Erion Veliajt, i cili është i provuar se u mor telefoni Ina Goxhajt apo Klotilda Bushka. Ajo është e pandehur. Klotilda ndiqet në gjendje të lirë dhe shkon e paraqitet në SPAK dhe qëndron jashtë kutisë. Erion Veliaj duhet të rri brenda kutisë së xhamit, megjithëse ai nuk është paraqitur në seanca, por thjesht dhe vetëm i ka shtyr ato. Pra CNA e ka sqaruar të martën sepse Ilir Beqaj do të qëndronte në krah të avokatit në çështjen e sterilizimit dhe në çështjen e Saspaku do të qëndronte në kutinë e xhamit. Tek e para ka një masë të butë sigurie dhe nuk krijon asnjë problem, dhe te çështja e dytë ka një masë më të rënduar sigurie dhe duhet të qëndrojë brenda kutisë së xhamit.